Korça hedh një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit urban, kulturor dhe turistik. Prej disa muajsh ka nisur punimet për zbatimin e një projekti madhor strategjik të financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i cili synon ta kthejë qytetin në një qendër të madhe eventesh me ndikim të drejtë në ekonominë lokale. Projekti parashikon ndërtimin e hapësirave moderne për aktivitete kulturore, artistike e sociale, si dhe infrastrukturën e posaçme për organizimin e koncerteve e festivaleve të përmasave të mëdha në hapësira të mbyllura apo të hapura. Këto investime pritet i japin Korçës një dimension të ri në organizimin e eventeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Një pjesë e rëndësishme e projektit është transformimi i zonës së ish-vaskave të Peshkut, pjesë e Polit të Jugut, në një qendër funksionale gjatë gjithë vitit. Projekti përfshin gjithashtu hapësira për kampera dhe parkim, si dhe ambiente të dedikuara për studio të industrive kreative, duke krijuar një pol të ri zhvillimi ekonomik dhe social, unik në llojin e tij në Shqipëri dhe rajon. Ky investim konfirmon vizionin e Bashkisë Korçë për një qytet modern, të hapur ndaj kulturës, turizmit dhe inovacionit, duke vendosur Korçën gjithnjë e më shumë në hartën e destinacioneve të rëndësishme të eventeve në vend.